vërtet korrik. Eja me përullësi, kërko me sinqeritet. Dhe dolën farisejt e filluan për t'u ragatur me të, duke kërkuar prej tij një shenjë nga qielli që ta sprovonin. Dhe si ofshau në frymën e tij, tha: "Pse ky brez kërkon një shenjë? Me të vërtet po ju them se asnjë shenjë nuk do t'i jepet këtij brezi." Marku 8:11 deri në 12. Mësuesit e shkollave dhe profesorët e universiteteve shpesh hasin dy lloj pyetësish. Ata që pyesin me përullësi dhe me interes të vërtet, dhe ata që synojnë të sfidojnë në një mënyrë kundërshtuese. Duke qartë se të parët kërkojnë të kuptojnë, kurse të dytët janë më të interesuar të përparojnë një agjendë, të përforcojnë mendimet e tyre ose thjesht të duken të zgjuar. Ndryshe nga turmat e njerëzve që ishin dëshmitar të mrekullive të Krishtit dhe u mahnitën nga ato, farisejt shpesh e sfiduan mësimin e Jezusit dhe shërbesën e tij publike për ta vënë në provë dhe për ta minuar atë. Ata nuk ishin aty për të parë veprat e tij të mrekullueshme dhe as për të menduar nëse ai ishte me të vërtet personi që shpallte se ishte. Ata ishin aty për ta penguar dhe për ta zënë në kurth. Jezusi reagoi me dëmshuri ndaj turmave që e ndiqnin. Ai kishte dashamirësi hynore për ata që erdhën tek ai me përullësi në zemër, duke pranuar nevojën e tyre. Ai nuk largoi askënd nga ata që erdhën për ta kërkuar të vërtetën me sinqeritet. Por ai reagoi me zemërim të drejtë ndaj udhëheqësve fetar antagonist. Reagimi hynor ndaj atyre që erdhën duke kërkuar të tregonin pozicionin e tyre dhe të kundërshtonin deklaratat e tij. Ka dy mënyra për të bërë një pyetje: me përullësi ose me arrogancë. Dhe mësuesi e dallon gjithmonë ndryshimin. Edhe pse disa njerëz thonë se janë fetar, ata prap nuk marrin asgjë nga mësimet e Biblës. Ata i dëgjojnë predikimet të diel pas të diele, duke kërkuar arsye për të mos u mbështetur tërësisht në veprën e përfunduar të Krishtit. Ata bëjnë pyetje që synojnë ta mbajnë Zotin larg tyre dhe pastaj vrasin mendjen pse nuk gjejnë kurrë përgjigje të kënaqshme. Mirë, po kjo nuk është rruga që ndjek fëmia i Perëndis. Me butësi dhe kuriozitet, duhet të kërkojmë të mësojmë nga mësuesi ynë dhe, kur zemrat tona shqetësohen, të vijmë tek ai me përullësi, duke kërkuar ndihmë për të qenë të hapur ndaj përgjigjes dhe pa këmbgulur që Jezusi të ndjek agjendën ose pritshmëritë tona. Nëse je i etur për dije, Bibla është në gjendje për ta kënaqur intelektin tënd. Nëse je shumë krenar, do të zbulosh se krenaria është në bëron aftësinë tënde për ta parë qartësinë dhe vërtetësinë e fjalës së Perëndis. Krishti është më se i gatshëm për të kënaqur integritetin intelektual, por ai nuk është as pak i gatshëm për të toleruar arrogancën. Të gjithë kemi pyetje për Jezusin në lidhje me këtë botë, për jetën tonë dhe për shtegun ku duhet të ecim. Jezusi nuk do t'i largoj kurrë ata që vijnë tek ai, dhe ai mirëpret kërkesat e vëllezërve dhe motrave të tij. Megjithatë, përveç se të mendoni për pyetjet tuaja, mendoni edhe zemrën tuaj. Bëjini pyetjet, por së pari mendoni se si po pyesni. A jeni të nxitur nga besimi duke kërkuar që të kuptoni, apo nga krenaria duke kërkuar që të keni të drejtë?